Kurti ka tregua me fakte që është anti-amerikan. Por ju po thoni që Në marrëveshjen që është zhvilluar, presidenti Trump nuk ka simpati për kryeministin tonë Albin Kurti? nuk mendoj që ka me kalu kohë shumë e gjatë që ka me jarë peshtjeshi Albin Kurti. Për dërheqje? Jo, refuzimi, sepse ka ba 2 refuzime, mund të ketë të tjera për të vërtetën, po ato që ne i dim publikisht, domethënë. Refuzimi për ratifikuar në parlament marrëveshjen që janë organizuar në tavolinën e presidentit Trump, ku bashkë me marrëveshjen është bërë dhe njohja e Kosovës nga Izraeli, një njohje shumë e rëndësishme, mendoj unë. Sot e kësaj dite ajo marrëveshje nuk është ratifikua nga Parlamenti i Kosovës dhe ka paftueshme për me bërë punë. Në mos qofsha gabim, ka kanë 2021, në verën e 2021 i kam bërë një letër që se ka kthyer kurrë Albin Kurtit, si kryeministri i Kosovës, dhe i kam bërë thirrje për ta ratifikuar atë. Dhe nëse nuk e ratifikon, ti duhet fillosh me numëru mrapsht në politikë. Çka ka qenë ajo marrëveshje? Marrëveshja që ka realizuar Abdullah Hoti në tavolinën e presidentit Trump. Po e kam qartë, po. Mas e keni harrua ju, po. Po, se kom harru, Ajo marrëveshje ka kanë shumë dimensionale, dhe du me pru dhe rëndësinë e saj. Të gjitha marrëveshjet apo urdhrat ekzekutiv që ka realizuar presidenti Trump në mandatin e parë, administrata Biden i ka bakan. Një ndër të vetmet, se unë nuk e të kam raportin e plot, një ndër të vetmet që e ka rikonfirmuar administrata Biden, ka kanë marrëveshja që është realizuar në tavolinën e presidentit Trump me Abdullah Hoti, në kohën kur kryeministri i Kosovës ka kanë Abdullah Hoti. Okej? E dyta vjen një grant prej $200 milion, lexova diçka sot, bile kishte një reagim të institucioneve amerikane për refuzimin e një granti prej $200 milion, grant. Mos harrojmë të grant. Për gazifikimin e Kosovës. Se çfarë ndotje ka Kosova për termoelektranat si gjuni atje në Kosovë, dhe çfarë teknologjiet janë ato e dini ju më mirë se sa unë. Dhe perspektiva jo vetëm e Kosovës, po e Shqipërisë dhe krejt Ballkanit është perspektiva e gazifikimit. Pra, sistemi i shpërndarjes së gazit për konsum dhe për publikun kosovar, shqiptar po doni, është e rëndësishme, shumë e rëndësishme shpërndarja rrjetit si fillim, e pastaj nga vjen gazi, a vjen nga Azerbajxhani, a vjen nga Amerika, a nga vjen gazi, ajo është i takon një hap i dytë. Por refuzimi, unë për veten time nuk kam një besoj dhe ju mund të keni informacion më detajuar, po unë nuk kam një gjua ndonjë sqarim përse e refuzon një grant. Nuk po them hua, është grant. Grant do me thonë me të nimu të shteti Amerikan. Kryeministri Kurti ka refuzuar, po thonë, ja? Sepse refuzon. Jo i herë, po 2 herë. Po dhe marrja pjesë. Dhe shiko tani, ne jemi kombi vogël dhe ne nuk përcaktojmë politika e mëdha që bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që kombi jon i vogël në Shqipëri, në Kosovë, e ka për detyrim, duke shpreh dhe vullnetin e popullit shqiptar si kombi më pro-amerikan i botës, duhet kanë në unison me politikën amerikane. Me qenë se për fatin ton të mirë, interesat amerikane në Ballkan përpuqen 100% me interesat e shqiptarëve.